si mësimdhan, si prind, si pedagog, mendoj që kjo duhet të jetë patjetër, fuqja e landës edukatës seksuale. Deri tash janë mbi 128 raste të infektuar me HIV AIDS pozitiv, ku prej atyre... Shkollën tuaj, a ka pas raste të sulmeve dhe ngacmimeve dhe nëse po qysh janë trajtu? Me se shkollat e mesme. Edhe të fillorit janë evidente, por më shumë janë të shkollat e mesme, sepse jo që s'flitet në shkollë për këtë problematik, por fatkeqësisht është hezitim i madh, nuk flitet as për familjet tonë. A ka pas ndoshta kur janë diskutuar këto tema rezistencë nga prindërit, mësuesit apo shoqëria? Sepse jemi shoqëri që prim ka aspekti tradicional edhe ato premisat se nuk duhet me fol për çështjet seksuale. Po munden edhe trend mos me ditë me pranu ato ndryshimet fizike dhe gjithçka që ndodh, mund me pas bullizime. Te klasa 9 kemi edhe me plan program për orientimin seksual dhe gjinit, mundohemi do thot me dhënë sa do pak informacione mirë, po në kuadër plan programi do thot njësi të veçanta kemi shumë pak.